Po sa i takon Lulit dhe Gonit Lemës? Po, kjo është kinema. Kjo është kinema, po, ky është një film raket i themi ne, siç e themi me producenten Claudio Ibrahima, një film bombë bërthamore i themi ne, që mezi po e presim, unë sinqerisht nuk kam parë absolutisht asgjë nga backstage-i. Ja kemi lënë në dorë vetëm premierës për ta parë për herë të parë. Domethënë dhe jeni publik aty. Jemi publik. Shpresoj që besoj. Po unë jam i bindur për pjesën e pëlqimit të publikut dhe besoj që edhe ne mas e kemi bërë një rol të arrir gjithmonë. Por që do jetë raket, valla. Jo vetëm Shqipëri, do jetë Kosovë, Maqedoni, do jetë në gjithë Europën, do jetë në Amerikë, do jetë në Kanada. Edhe na kanë ardhur disa programe se ku do shkoj, po Kosovë. Dhe publiku më sa shohim edhe tek posterit ku kemi hedhur, po edhe tek promo që kemi nxjerr, ka qenë pritshmërit, ka qenë shumë të mëdha dhe mezi po e presin si film. Po flasim tani që jemi një muaj para. Sidomos lëre çfarë do bëhet për një javë, për 2 javë, për 3 javë. Edhe nuk e di, jam tepër emocionuar dhe po ja lëm çik kohës, po ja lëm pak kohës. Edhe kur të vi premiera, mase na deh ajo pjesa e premierës, mase dehemi në pjesa edhe e publikut, pëlqimit, se atë po presim që duam ta shohë gjithë bota. Gjithë bota, se kemi bërë me shumë dashuri, kemi qenë një grup i shkëlqyer në set, nga Claudia e para, Claudio Ibrahima, nga Bjordi, nga që është regjizori, Bjordi Mezini që është regjizori i filmit, Aurela Gaçe, Devisi, Fioralba, edhe gjithë tjerë janë parodistë e Vlorës, është Irin Qiriaku, Aleksandr Gjoka, është Ariola Demiri, ja dhe shumë tjerë, se plus duhet ashtu, dhe mezi po e presim. Ka qenë një situatë e bukur ky filmi, përpara 8 muajsh, 9 muajsh, më ka bërë një telefonat Claudia. Po. Edhe më thotë, Margen si je? Claudia, ta dim, Claudia Ibrahimaj është skenariste, që është e producent e filmit, po Claudia ka bërë serialin Hot, ka bërë Duke Shmjalt, ka bërë Aloftropoj, është skenaristja. Po. Tyre skenariste sukses, po vetëm sukses e ka bërë, vajzë. Po, janë filma... Janë filma që po ka nesur njerëz zakonisht shumë, Duke Shmjalt është më i shituri ndonjëherë, Duke Shmjalt skenari dhe unë i thoshe e gacmoja që tani me këtë Lulin ton, tani do ja kalojmë këtyre tani këty mos ngelet qefi, ja kupton, po që do ja kalojmë. Okej, më thamë, do ja kalojmë, okej. Edhe më me Claudia telefon para 8 muajsh, më thot, Margen, më të dua protagonist të filmit tim, po s'kam kokër leku. Mirë i thashun. Po t'i gjoj i thashun, po mirë unë i thashun, po tani filmi do lek, thashun si ashtu, po s'kam fare, s'kam asgjë. Mirë i thashun, më duke si isha në provën teatra, nuk e di, s'po e mbaj mend se i thashun që do flasim, më thënë do të marr, takojemi nesër i thashun, edhe flasim nga afër. Edhe jemi takuar të nesërmen, edhe më dha skenarin direkt për ta lexuar dhe më tha që unë do ta bëj këtë film, tha. Ti ke një nga rolet kryesore, tha, edhe unë do i gjej legët. Edhe ja ku jemi, në prag të premierës, shumë shpejt, që ajo e arriti. Dhe bravo, dhe mua më pëlqej, i dua shumë këta njerëz, që janë shumë të vendosur, edhe kur e thonë një gjë, e mbajnë fjalën, e bëjnë. Këta njerëz janë për të marrë shembull, jo vetëm në këtë pjesën e filmit me Claudion, por në çdo lloj profesion, në çdo lloj. Ka qenë kismet të bëhet. Po, ka qenë kismet për të bërë dhe i gjeti dhe unë punoj fort, punoj në më rinte nga mëngjesi deri në darkë, duke bredhur, duke gjetur vetëm sponsor dhe lek, se filmi është i kushtueshëm. Filmi ka kosto, ka shumë kosto, edhe nuk është fare lehtë. Por i arriti qëllimit dhe shpresoj të shpërblehet me këtë film të bukur
dhe posteve të bukur. Besoj se suksesi do jetë vullos që sa ka dalë ky postim. Sa ka dalë ky postim, sinqerisht po ta them, kaq shumë edhe vetë edhe po ndjehen nga vetë nga kinemat, jo vetëm Cineplex këtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe Maqedoni, Kosovë dhe Maqedoni, më fal, e kanë hedhur dhe një muaj para jemi dhe po hedhin posterin që coming soon, që së shpejti do vi. Të gjithë duan se kanë pa dhe komente që thonë që çfarë datë del. E madhja Aurela Gaçe, Devisi, vlla im, Braçe, Fioralba Ponari, vajza talentuar. Po, Më thënë, ishim shumë mirë, kemi qenë një grup i jashtëzakonshëm. Rinim me njëri tjetrin, bënim prova bashkë. Vinte Devisi, vlla im, vinte çdo natë, po shpistime, rinin aty përpara se ne kishim xhirime për shkak në orën 6 mëngjesit. Edhe zgjoheshim që në 5:30. Vinte aty, vinte Devisi në ora 8, 9 e darkës, 10, vinim, bënim prova, bënim kalimet direkt. Edhe pastaj të nesërme shkonim në xhirime. Këtë e bën çdo natë. Tregon për pjesën e grupit të mirë, frymës të mirë, se shumë ka qenë kimia që duhet. Ka qenë kimia, ka qenë shumë kimia. Patjetër që unë kam eksperiencë më shumë në gjithë këta pjesën e kinemas, por unë e kam tek kimia dhe tek bukuria e roleve që edhe kanë sjell dhe Lemja e Madhja dhe Goni edhe Sara, që është Fioralba, dhe kimia ndërthurje midis personazheve tona që besoj le të jelën premierës ta shohim edhe ta. So mund të them shumë gjëra në skenari, por jo, po e lëm për premierë. Do vish besoj. Po. Diskutoj.